Sot me 7 prill 2025 u bëjmë një reportazh në Dëbor, ndjeshja një ditë jashtëzakonisht të ftohtë dhe ne po kthehena nga Rasfiku, duke ju njoft me vendet e bukura të vendlindjes time. Dëshirojmë të përcjellim edhe pak histori dhe të mund t'jenë dhe si guida turistike. Tu përpara kemi Borin që ka radje, në kulme. Tu është fshati i bukur i Fangut. Dhe kjo bor ishte e pasakon në këtë ditë, sepse kanë kaluar gjithë ethet, po siç duket pashkët vjen vonë dhe vetëm pashkët e nxjerrin verën, vjen me nizet. E gjithë ajo sipërfaqja e maleve atje, mbuluar nga Dëbor, është thjesht si për shtëpive këtu në Bregdet, po thuaj se kemi shtëpinë. Qemi këtu përballë është maja e postës ose posta, kështu i thonë, kodra postës. Ata kanë qenë posta, e cila ka pas lëviz gjatë gjithë kohës përpara slirimit, në kohën e zogut, në kohën e pavarësisë. Ajo ka qenë posta. Ky mali më knej quhet mali i Drenit, maja Drenit. Kjo është maja Drenit. Dhe këtë toponimin Dreni, mali Drenit, guri Drenit, maja Drenit e takojmë gjithkurandej, për të cilët ka shkruar dhe historion e tanë. Është një legjend shumë e vjetër që nga kohë e lire. Dhe kjo maja më në cep është maja e madhe. Pastaj kemi këtu kemi Qaf Gelsherën dhe sipër Fangut Lam Plezha dhe vendet e bukura vendlindjes time. Pra ishte një borë e pasakont me gjithë të gjelbrim të madh. Sot temperaturat janë shumë të ulta në të vërtetë. Para më, kjo tregon që këtu jemi në verë, para më klimet kanë ndryshuar. Dhe atje kemi dimër. Ja dhe një fulbardh po na viziton lumin. Kërkon peshk. Atë në vendet tonë të bukura. Dhe atje po në vendet tonë kemi malin e Trovë. Dhe atje në fund është mali i Shëngjergjit, edhe kalaja fshehtës të ndërpër. Dhe këtu jemi direkt nga rruga Rasfik-Rupik. Dhe këtu përballë kemi dhe hidrocentralen. Këtu kemi dhe hidrocentralen.